Nga 1 dhjetori, pensionistët në mbar vendin kanë nisur të tërheqin bonusin e fundvitit, por në Vlorë situata është përsëritur ashtu si çdo vit. Sportelet e postës janë përballur me radhë të gjata, konfuzion dhe pakënaqësi nga ana e qytetarëve. Shpeshherë kjo situatë përkeqësohet edhe për shkak se fondet në sportele mbarojnë shpejt. Kështu ka ndodhur edhe këtë të martë kur ndërhyrja e policisë është bërë e domosdoshme për të qetësuar situatën në sportelet e postës. Pranë bashkisë së Vlorës, tensionet erdhën si pasojë e pritjes së gjatë dhe humbjes së durimit nga ana e pensionistëve, të cilët kishin ardhur që herët në mëngjes për të marrë bonusin. Sipas politikës së qeverisë, pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë të reja në muaj përfitojnë një bonus prej 15.000 lekësh, ndërsa ata që marrin mbi 20.000 lekë të reja në muaj përfitojnë 10.000 lekë shpërblim. Ky bonus mund të tërhiqet deri më 30 qershor 2026, ndërsa pas kësaj date drejta e përfitimit skadon. Përfituesit e bonusit përfshin pensionistët e pleqërisë, pensionistë me pension social, persona me pension invaliditeti, persona me pension familjar, përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, si minatorët e nën tokës, punonjës të ish ndërmarrjeve ushtarake, si dhe ushtarak në pension të parakohshëm. Megjithatë, pavarësisht masave të marra, situata ka treguar se është e nevojshme që posta dhe institucionet përkatëse të organizojnë më mirë shpërndarjen për të shmangur dhe radhët e gjata, si dhe konfuzionin që rëndon sidomos mbi moshën e tretë. Shqetësime të tjera janë ngritur edhe për mënyrën e trajtimit të qytetarëve në sportele, ku sipas dëshmive të disa pensionistëve, jo të gjithë trajtohen njësoj dhe dyshimet për favore apo rishfete mbeten një problem i vazhdueshëm. Në pritje të ditëve në vijim, mbetet për të parë nëse posta dhe sigurime shoqërore do të marrin masa konkrete për të garantuar një proces më të qetë, më dinjitoz dhe pa tension për të gjithë përfituesit.